Padyshim që nëse i referohemi kësaj problematike marrëdhënieve shqiptaro-greke me problemin e çamërisë në mes tyre, e gjitha kjo e ka një shpjegim. Dhe shpjegimi është që mbas luftës së dytë botërore, historiografia greke u përdor sidomos në vitet e para pas luftës për të krijuar një shkak apo të themi për të dhënë gjoja një argument historik për atë çka do të ndodhte me çamët në qershorin e vitit 44, por edhe pas luftës së dytë botërore, këtu kam parasysh pra dëbimet, masakrat dhe dëbimet në mas të familjeve çame, shqiptarëve çam nga trojet e tyre. Zervasi është ai që akuzon çamët për bashkëpunim me ushtrinë gjermane, ndërkohë që Zervasi ishte bashkëpunëtori më i madh i ushtrisë gjermane për periudhën më të gjatë të kohës në luftën e dytë botërore, me përjashtim të muajve të fundit të vitit 44, ku ai ndron portat, pra kalon me aleatët me qëllim për të lehtësuar ardhjen e kësaj force në pushtet, çka sikurse e dim që nuk do të ndodhte, pasi fillimisht pra këtu kalojmë në luftën civile në Greqi, e cila në thelb zhvillohet mbas luftës së dytë botërore, pra ku kemi ashqyqarë dhe ndërhyrjen e forcave aleate në mbështetje të forcave mbretërore.